shikues të dashur, përshëndetje. Jemi në Galeri Nacionale e Çifte Hamam, ku për një kohë të shkurtër do të mbahet një punëtori speciale me më të vegjëlit tan, në drejtimin e Xhenet Bilallit. Pra, na ndiqni me një material në vim. Nxënësit e shkollës fillore 26 Koriku realizuan një vizitë edukative në Galeri Nacionale në ambientin historik të Çifte Hamamit. Kjo vizitë kishte për qëllim t'i njohë fëmijët më nga afër me artin, kulturën dhe trashëgimin tonë historike. A e dini ku keni ardhur ju sot? Bravo, do me thënë ndodhemi tash në zemër të çarshisë së Shkupit, mu në mes të çarshisë, dhe këtu afër e kemi objektin Galeria e Arteve. Po përndryshe ky objekt çka ka qenë më herët? Edhe është, por është ndruar në Galerinë e Arteve. Ky objekt, do me thënë, ka qenë hamami. A e dini në Shkup sa hamame ka pas dikur? T'ju tregoj unë tash. Do me thënë, në Shkup dikur kanë ekzistuar rreth 15 hamame. Për çfarë kanë shërby hamamet? Do me thënë, janë banja turke, janë ndërtuar në periudhën Osmane. Ky objekt është ndërtuar në shekullin e 15 dhe quhet Çifte Hamami. Dikur në Shkup ka pas rreth 15 hamame, por të cilat me kohë janë prish, janë dëmtu. Tash ekzistojnë 2 hamame, të cilat të dyja janë shndruar në Galeri të Arteve. Njëra prej tyre është hamami i Daut Pashës dhe ky sot ju ku ndodheni këtu është Çifte Hamam. Si quhet ky hamam dhe kush e ka ndërtuar? Ky hamam quhet Çifte Hamami, për ndryshe është ndërtuar nga Isabeu. Isabeu ka qenë një titull i lartë i perandorisë osmane, i cili ka dash këtë hamam ta bëjë si një dhuratë për fenë islame dhe për qytetin e Shkupit. Tjetër kush? Ti, hajde. Sa e vjetër është galeria? Galeria funksionon, do më thënë, Galeria Arteve është hapë në vitin 1948, ndërsa ky objekt është i vjetër 500 vjet, i shekullit të 15, por si Galeria Arteve funksionon që nga vitit 2000. Të shohim tjetër kënd, ajde dhe ti Voglush. A janë këto veprat vjetra apo të reja? Objekti është i vjetër, punimet janë të reja, por varet nga artisti piktori që i posedon, që i prezanton veprat brenda. Mund të jenë edhe shumë të vjetra, ato punime varet nga periudha dhe artisti është shumë i vjetër, apo janë diçka më të reja. Varet gjithë nga programi se si e bëj. Kemi këtu edhe një Voglushe. Çfarë rregulla duhet të respektojnë gjatë vizitës në muze? Shumë bukur, pra një pyetje shumë e mirë. Fëmijë, ju kur të vini nëpër muze dhe kur të shkoni ndoshta kur të rriteni do të vizitoni edhe muze më botërore, më të mëdha dhe më të njohura. Sigurisht kur futeni në muze duhet njëherë çantat t'i largoni, mos dëmtoni veprat. Mbani qetësi, sepse në heshtje vëzhgohen dhe shihen punimet dhe çka ka brenda në muze. Pra duhet jeni të qetë dhe mos bëni zhurmë, mos shtyni dhe mos i prekni punimet me dorë. Te Tane Rona kemi këtu edhe një Voglushe, e cila don të parashtrojë një pyetje. Hajde ta ndëgjojmë. Pse njerëzit vijnë në galeri? Galeria zakonisht bëhet për të pasuruar ju me më shumë informacione, një kulturë e përgjithshme për ju, dhe sigurisht për të relaksuar, dikush vjen për të relaksuar sepse është një diçka e veçantë nga ajo përditshmëri që ju keni në jetën e juaj, diçka ndryshe nga ajo që shihni në jetën e juaj. Pra edhe për relaks, por edhe për të njohur me informata të reja rreth dhe për të pasuruar ju me kulturën dhe shumë gjëra tjera. Ja, këtu kemi edhe një Voglush, kemi shumë pyetje te Tane Rona si duket sot. Hajde ta ndëgjojmë. Nga cila kohë datojnë veprat më të vjetra të ekspozuara ndonjëherë? Veprat më të vjetra tetja ndodhen në muzeun arkeologjik ose në muzeun e Maqedonisë. Domethënë janë këto 2 muzeje që përmbajnë vjetra, ato mund të jenë të vjetra shumë nga parahistoria edhe nga antika. Domethënë janë shumë të vjetra. Mbaret nga gërmimet, ato zbulohen me gërmime arkeologjike dhe sipas periudhës kohore ndahen, por më të vjetrat janë nga parahistoria dhe antika. Edhe një Voglushe kemi këtu, pak sa unë është. Parafërsisht apo jo? Çfarë ekspozonë më shumë në Galerinë e Arteve? Në Galerinë e Arteve zakonisht nuk ekspozohen, se djali para juve pyeti për veprat më të vjetra, neve nuk përmbajmë vepra parahistorike dhe antike.
por këtu më shumë ekspozohen piktura, vizatime dhe skulptura. Zakonisht kjo është ajo që ka një galeri e arteve. E kemi këtu ekipin e djermushave, kemi edhe një djalë këtu që dëshiron që të parashtron pyetjet e ta në Rona, hajde ta ndëgjojmë. Në cilin vit u themeluar galeria dhe ku qëndishte më para këtu apo dikun tjetër? Galeria e Arteve është hap në vitin 1948, është hap jo këtu, në hamamin Daud Pasha, i cili ndodhet vetëm disa metra larg prej këtu, kurse ky objekt në vitin 2001 shndrohet si galeri e arteve. Hajde edhe një voglush tjetër këtu. Çfarë ka brenda galerisë? Brenda galerisë ekspozohen punime, vizatime, piktura, skulptura. Ku është vendosur kjo galeri e arteve? Galeri Arteve ndodhet në zemër të Çarshisë së Shkupit, në qendër të Shkupit. Ja edhe një pyetje tjetër. A ekspozohen veprat e autorëve të huaj dhe cili është autori më i njohur që ka ekspozuar ndonjëherë? Këtu vijnë autorë të ndryshëm, si ato nga Maqedonia, edhe shqiptar, edhe të huaj nga regioni. Për shqiptar, unë mund t'ju përmend disa piktorë shumë të njohur, që ju nuk besoj se në orën e vizatimit mund t'i mësoni ose kur të rriteni. Janë dy piktorë që një është Ibrahim Kodra nga Shqipëria, i cili ka qenë një piktor shumë i njohur dhe ka mbajt ekspozit këtu, si dhe një piktor tjetër i cili është Adem Kastrati nga Shkupi. A lejohet të përdorin veprat? Veprat nuk mund përdoren tetja, se piktori i ka ai që i bën ato vepra, i ka në dorë, do më thënë veprat mund të shiten piktori t'i shep, t'i bled, por të përdoren të preken, jo, vetëm me lejen e autorit për ati që i ka bërë ato punime. A është Çifte Hamam një vend kulturor apo natyror? Çifte Hamami është një vend kulturor, pra është objekt kulturor, nuk është natyror. Hajde edhe këtë vajzën këtu. Sa është sipërfaqja e galerisë ku ekspozohen veprat se duket mjaft e madhe? Po, sipërfaqja ju tregova te jam fillim është rreth 1000 metra katror. Çfarë na mëson galeria? Galeria ju mëson shumë gjëra, mund të shihni punimet e bukura, historinë, artin, kulturën, trashëgiminë, gjitha këto informata mund t'i merrni përmes galerisë. Pra të prezentojmë, unë jam Gjenetja, edukatore në galeri. Kolegja Narona u spjegoj rreth objektit edhe gjithë gjërave çfarë ndodhin në galeri. Unë vetëm dua që t'ju tregoj që sot do punojmë bashkë me mua në punëtorinë që e kemi organizuar, meqense sot nuk kemi një ekspozit. Do me thënë, unë kam vendosur që ne të punojmë në temën e galerisë. Do me thënë, kur do hymë brenda, do e vizitojmë objektin, edhe ju mund të inspiroheni nga kupollat, nga mure që janë këtu, nga jashtë mund të shihni se si duket galeria dhe do punojmë në temën e galerisë. Jemi të qartë? Ju lutem kur do hyni brenda me vëmendje shikoni detajet edhe në fund do e bëjmë një punëtori së bashku. Përpos tetës Narona, e cila na shpjegoi shumë mirë në lidhje me këtë galeri nacionale, dhe tetës Gjeneta, e cila tani brenda do punoni në mënyrë praktike në veprat tuaja, edhe unë do jem bashkë me juve. Mundet ashtu? A do nisemi të gjithë së bashku brenda? Hajde, hajde. Hyni brenda. Lesht. Gjatë vizitës, nxënësit u njohun me hapësirën e Çifte Hamamit, një monument i rëndësishëm i kulturës, i cili sot shërben si galeri arti. Ata mësuan për historinë e këtij objekti, funksionin e tij ndër vite dhe mënyrën se si arti bashkëkohor ekspozohet në një ambient tradicional. Pas vizitës në galeri, fëmijët morën pjesë në një punëtori kreative, ku patën mundësi të shprehin idetë dhe imagjinatën e tyre përmes vizatimit dhe ngjyrave. Punëtoria u fokusua në nxitjen e kreativitetit, bashkëpunimit dhe vetbesimit të nxënësve. Çdo fëmijë u inkurajua të shprehë mendimin e tij dhe të krijojë vepra unike, të frymëzuara nga ajo që pan gjatë vizitës. Nxënësit treguan interes dhe entuziazëm të madh, duke bërë pyetje dhe duke ndarë mendimet të tyre rreth artit. Kjo përvojë ishte një mundësi e mirë për të mësuar jashtë mureve të shkollës dhe për të forcuar lidhjen e fëmijëve me artin dhe kulturën. Vizita dhe punëtoria në Galerinë Nacionale Çifte Hamam
ishte një përvojë e veçantë dhe edukative për nxënësit e shkollës fillore 26 Koriku, duke i frymëzuar ata të vlerësojnë artin dhe trashëgiminë kulturore që na rrethon.